Ministria e Brendshme ka dorëzuar kallëzim penal kundër ish-ministrit Oliver Spasovski në ndyshimin për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe autorizimit. Kjo pasi, siç kumtohet, gjatë vitit 2021 ish-ministri ka mundësuar që një pikë e kontrollit teknik në komunën e Sarajit të përfitoj kundërligjshëm një dobi pasurore mbi 90.000 euro. OS e ka kryer veprën në atë mënyrë që brenda afatit ligjor nuk ka sjell vendim për heqjen e autorizimit për kryerjen e kontrollit teknik, bazuar në propozimin e dorëzuar nga njësia kompetente organizative për çështje civile. Edhe pse ka ditur se afati për sjelljen e këtij vendimi është më së voni 15 ditë nga dita e pranimit të lëndës, ai nuk e ka kryer detyrën e tij zyrtare në përputhje me rregullorën për mënyrën dhe procedurën e dhënies dhe heqjes së autorizimit për subjektet juridike që kryejnë kontroll teknik të automjeteve dhe kategoritë e automjeteve për të cilat i jepet ky autorizim. Ish-ministri Spasovski tërësisht i hodhi poshtë këto pretendime, duke thënë se nuk e habisin metodat dhe se VMRO kthehet në skenë sa herë që duhet të shpërqendrohet opinioni publik nga skandalet reale të qeverisë, krimet dhe gjendja e keqe ekonomike. Qartë të kuptohet, kjo është një përpjekje klasike për ndjekje politike për të shpërqendruar temën nga migrantët dhe skandalet e qeverisë. Kam vetëm një dilemë personale, a i pengojnë më shumë rezultatet e mia kur isha ministër, apo problemi është përkushtimi im në luftën për të vërtetën si opozitar. Spasovski ka shërbyer si ministër i punëve të brendshme në disa mandate në periudhën 2015-2024 me disa shkëputje për shkak të zbatimit të qeverisë teknike.